dedikuar mirësisë dhe t'i varen së bashku në atë pemë që jo shihni aty, për të treguar se nga mirësia edhe gjethet e një pemë të tharë mund të realizojnë sërish. Unë në dorë mbaj mesazhin e Zotit Behzat Ali Shahi. Momentalisht nuk është këtu me ne. Momentalisht nuk është këtu me ne, po ka zgjedhur mesazhin e vet ta jap përmes kësaj gjete. Kjo pemë bëhet në gjelbër dhe pritshme nga mirësia e nënave dhe gjysheve, nga zogjtë e çlirimit që ngren folen në dekët e saj. E njëjta pemë do të fajë para tek shija të pakënaqësisë dhe urrëties, dhunës dhe tradhtisë së ateut. Fali mersi. Ajo është pa çmim. Tani së bashku